Të nderuar kolegë deputet, të nderuar ministra, të nderuar shkëlqësi ambasador dhe përfaqësues të trupit diplomatik, të dashur drejtues të klerit në vendin tonë, të dashura motra të urdhrit të Nën Terezës që na nderoni sot këtu. Hapja e këtij sesioni të ri parlamentar përkon me një moment kur të gjithë shqiptarët në mbar globin kanë ndjerë krenarinë dhe frymëzimin e jashtëzakonshëm nga ngjarja madhështore e shenjtërimit të Nën Terezës. Me thjeshtësinë e qenies dhe madhështinë e veprës saj, Nën Tereza është ngritur në pjedestalin e figurave më të shquara, jo vetëm të kishës katolike, por edhe të historisë së njerëzimit në tërësi. Kjo humaniste e jashtëzakonshme me shtat të vogël, po me zemër të madhe, bëri që mbar bota të njihte shpirtin e saj të madh, të gjerë dhe të pafund të dashurisë. Ky personalitet i fuqishëm fitoi admirimin dhe respektin me përmasa gjithë botërore, duke përçuar mesazhin se mjafton një kuraj, guzim, besim, mirëkuptim dhe vullnet për të kryer vepra që çlirojnë dashuri dhe harmoni, zbusin plagët e dhimbjet dhe mbjellin qetësi në trup dhe në shpirt. Nën Tereza është bërë simboli ndihmës për më të varfrit e të varfëve, të cilëve ajo u kushtoi jetën e saj. Një njeri me solidaritet të pashoq, me të pamundurit dhe të përjashtuarit. Për veprën misionare dhe humanitare të saj, ajo do të nderohej në vitin 1979 me çmimin Nobel të paqes. Nderimi Nën Terezës është nder dhe vlerësim për Shqipërinë dhe mbar kombin shqiptar. Data 4 shtator 2016 do të shënohet në kalendarin apostol si dita e shenjtores shqiptare Nën Tereza e Kalkutës. Krenari e lishme kjo për çdo shqiptar kudo që jeton dhe punon në mbar botën. Përgjegjësia jonë është të reflektojmë dhe të përçojmë mesazhin e shenjtores Nën Tereza në jetën dhe aktivitetin tonë të përditshëm, të mësojmë nga humanizmi i saj për të humanizuar edhe politikën tonë, për ta sjellë atë më pranë njerëzve dhe në mbështetje të njerëzve të thjeshtë, për ata që vuajnë më shumë dhe që presin nga ne që të jemi më njerëzor dhe më pranë halleve të tyre. Me këtë rast urimi im vjen për i fillim të mbar të punëve që na presin për përmbushjen me sukses të reformave që kemi nisur. Së pari, për të ecur me finalizimin e reformës në sistemin e drejtësisë, për miratimin edhe të projektligjeve të tjera prioritare, përveç atij të vettingut, që do t'i hapin rrugë zbatimit të plot të dispozitave të reja të Kushtetutës, që miratua me konsensus të plot në 21-22 korrik të këtij viti. Finalizimi i reformës drejtësi me rëndësi të veçantë edhe në kuadër detyrimeve që vendi ynë ka në kuadër të procesit integrimit të Bashkimit Evropian, si e në përmbushje detyrimeve prioritare të përcaktuara për marrjen e një rekomandimi pozitiv nga Komisioni Evropian, por dhe Këshilli për hapjen e negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Po kështu ky sesion që po fillojmë sot, duhet të ecë përpara dhe të përmbyll edhe reformën për procesin zgjedhor. Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore duhet të fillojë të nxjerrë frytet e para të punës për miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor, në përputhje me rekomandimet e OSBE-Odirit, si dhe në bashkëpunim me gjithë aktorët e shoqërisë civile dhe institucionet e interesuara për zgjedhje të lira, të ndershme dhe të standarde më të larta europiane. Njëkohësisht në fokus të punës së këtij sesioni do të vijojnë të jenë proceset integruese të vendit në Bashkimin Evropian, në kuadër të përmbushjes detyrimeve për çeljen e bisedimeve për anëtarësim të vendit tonë me Bashkimin Evropian. Ndaj komisionet parlamentare besoj se do të vijojnë të kenë prioritet angazhimet që vendi ynë ka ndërmarrë në këtë proces për të vijuar me të gjitha detyrat serioze për mbikëqyrjen dhe monitorimin edhe të reformave të tjera kyçe për procesin e integrimit evropian. Ju uroj këtij sesioni parlamentar i fillim të mbar pune për realizimin e këtyre reformave në një bashkëpunim sa më konstruktiv të gjithë forcave politike që përfaqësohen në kuvendin tonë.